Nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet. Marrëveshja e arritur në Këshillin Politik të Reformës Zgjedhore nuk plotësoi objektivin e kërkuar nga shoqëria shqiptare për një proces zgjedhor të sigurt dhe të besueshëm që bron votën e lirë të qytetarëve. Kjo marrëveshje është e nevojshme të rishikohet në një proces gjithëpërfshirës e konsensual, ku të përfshihet opozita jashtëparlamentare dhe ajo parlamentare, mazhoranca si dhe shoqëria civile, dhe të bëhen ndërhyrjet e duhura në kodin zgjedhor, ku të trajtojnë çështjet që lidhen me sistemin zgjedhor, listat të hapura, administratën zgjedhore të depolitizuar, numërimin elektronik, votimin e emigrantëve, kuotat e veçanta përfaqësimi për minoritetet në parlament e të tjerë. Duke qenë se sistemi zgjedhor aktual nuk garanton mundësinë e përfaqësimit të minoriteteve në parlament, është e nevojshme të bëhen ndërhyrjet e duhura në kodin zgjedhor dhe të rregullohet pjesëmarrja e minoriteteve me vende të garantuara në parlament, ku minoritetet të kenë zërin e tyre, duke qenë se askush më mirë se vetë përfaqësuesit e tyre nuk mund të mbrojnë dhe të adresojnë problemet e minoriteteve. Krijimi i mundësive për përfaqësimin e minoriteteve në parlament vjen si një detyrim që rrjedh prej konventave ndërkombëtare për mbrojtjen e pakicave kombëtare, si dhe nga standardet ndërkombëtare që trajtojnë çështjen e minoriteteve, të drejta dhe liritë e tyre, me theks të veçantë pjesëmarrjen e tyre në sistemet politike. Të nderuar deputet, në emër të Partisë Alance Maqedonase për Integrimin Evropian, ju siguroj se së bashku me përfaqësuesit e tjerë të minoriteteve në Shqipëri, nuk do të rreshtim si përpjekuri për të bërë të mundur ndryshimet në legjislacionin ton për përfaqësimin parlamentar të minoriteteve, ndryshime që do të rëndisin vendin ton në një nga shtetet më të përparuara demokratike sa i përket përfaqësimit të grupeve minoritare. Ju falenderit.